Po ashtu prej dobive nga ky hadith është se imani, besimi i robit shtohet dhe paksohet. Dhe kjo është qëndrimi i ehli sunetit. Ehli suneti do më thonë besojnë se jo të gjithë robërit e kanë imanin e njëjtë. Do më thonë ka njerëz që e kanë imanin shumë të fortë, ka të tjerë që e kanë shumë të dobët. Do më thonë imani shtohet dhe paksohet. Imani shtohet dhe paksohet. Si e nxjerrim këtë nga ky hadith se Allahu subhanahu wa taala thot robi fillon të më afrohet me farze. Do më thonë fillon ai imani i tij të shtohet. Pastaj thot vazhdon të afrohet me nafile derisa të bëhet prej të dashurve të mi, prej atyre të cilat unë i dua. Do me thonë, Allahu subhanahu wa taala po na sqaron se jo të gjithë janë njëjtë ngradë. Ai i cili i bën farzet, mirë po nuk i bën të gjithë nafilet, të gjithë sunetet, nuk është i njëjtë sikurse ai i cili i kryen edhe farzet edhe sunetet e plus kësaj bën nafile. Do me thonë se çdo ibadet e ka prej llojit të saj, e ka një lloj që është vullnetar. Namazi ka namaz nafile, agjerimi ka agjerim nafile, zeqati ka sadaka nafile, dhënje të pasurisë nafile që nuk e ke obligim. E nuk është i njëjtë ai i cili i kryen vetëm farzet dhe mjaftohet me kaq, edhe ai i cili do me thonë posa saj jep plus shtesë nga pasuria e tij nafile. Nuk janë të njëjtë, do me thonë këta dy njerëz. Edhe kjo tregon se besimi i besimtarëve nuk është i njëjtë, po dallon. Ata që e kanë besimin më të lartë janë më të afërt me Allahun subhanahu wa taala. Ata që e kanë besimin më të dobët janë më pak të afërt me Allahun subhanahu wa taala.